Në këto 6 muaj, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisëse nuk dhanë rezultat. Përkundër tentimeve tona të disa hershme e shtërruese. Asnjëra nga partitë parlamentare, të cilave u bën ftesë, nuk ka pranuar të hyjë në marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhej të kishte një koalicion qeveris. Po të pranohej oferta jonë për bashkëpunim, sot do të kishim mundësinë të jepnim vendit edhe qeverinë e re të koalicionit, por do të kishim edhe numrat e nevojshëm për të tejkaluar sfidën e zgjedhjes së presidentit, sfidë kjo e cila na pret pas 4 muajsh. Sidoqoftë, si pasojë e mosgatishmërisë nga partitë tjera parlamentare që të marrin përgjegjësinë që u ka deleguar qytetari me votë, sot ndodhemi përpara një situate ku qeveria e re propozohet për votim jo si produkt i një koalicioni politik, por si një akt i shërbimit ndaj vendit. Ky votim sot nuk është thjesht formalitet politik, por përgjegjësi shtetërore. Pa votimin e qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja, pa shumë institucione funksionale dhe pa buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm.